Tre vendet anëtare të Bashkimit Evropian, Austria, Çekia dhe Slovakia rikonfirmuan në Tiranë mbështetjen e tyre për Shqipërinë në procesin e integrimit evropian, duke cilësuar këtë rrugtim si një prioritet jo vetëm për vendin, por për gjithë rajonin. Gjatë takimit, ministri për Evropën dhe punët e jashtme Ferit Hoxha u shpreh optimist se së shpejti do të ketë lajme të mira për përmbushjen e IBAR. Jemi plotësisht të angazhuar për të ruajtur këtë ritëm të fortë dhe presim përmbushjen e IBAR sa më shpejt në një periudhë të afërt, duke hapur rrugën për fazën e ardhshme të negociatave, atë të mbylljes së kapitujve, për të cilën kemi punuar në mënyrë intensive dhe jemi përgatitur paralelisht. Gjatë gjithë këtij procesi, rezultatet konkrete mbeten thelbësore, nga Shqipëria, nga institucionet dhe ekipet tona, por edhe nga partnerët tanë. Një mesazh i drejtë për drejtë erdhi nga pala slovake, e cila vlerësoi se Shqipëria ka potencialin të shndrohet në një vend kampion në përmbushjen e kritereve të anëtarësimit, duke inkurajuar vijimin e reformave, veçanërisht në forcimin e shtetit të së drejtës. Shqipëria ka shfaqur përparim domethënës në të gjitha nivelet. Ne besojmë që Shqipëria mund të shndrohet në një kampione në këtë drejtim. Nga këndvështrimi ynë duhet të bëhet një vend që motivon vendet e tjera kandidate. Ne rekomandojmë që të vendoset thelbësore shteti së drejtës. Kjo është një mundësi historike për Shqipërinë dhe gjithë rajonin. Një tjetër pikë kyçe e diskutimit ishte refuzimi i ideve për integrim të pjesshëm. Ministrat theksuan se mbështesin vetëm një proces që çon drejt anëtarësimit të plot me të drejta të barabarta për vendet aspirate. Ministri Hoxha rikonfirmoi se anëtarësimi në BE mbetet prioritet kryesor strategjik i Shqipërisë, ndërsa vendi është i angazhuar për të ruajtur ritmin e reformave dhe për të avancuar në fazat e mëtejshme të negociatave.